Qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë shtetit e që janë përcaktuar të votojnë përmes postës do t'i kenë vetëm 7 ditë në dispozicion për të votuar, edhe pse për ta ishin planifikuar 16 ditë kohë. Sipas planit operacional të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, votimi nis më 12 dhjetor e zgjat deri më 27. Por ushtruesi detyrës së kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s Besnik Buzhala bëri të ditur se fletvotimet për diasporën do të nisen nga Kosova tek më 21 dhjetor. Hutja e shortit të renditjen e subjekteve politike në fletvotim është me datën 8 dhjetor, me datën 10 dhjetor certifikohet lista e votuesve dhe dikon orientimisht në këto data, pas këtyre 2 datave fillon edhe shtypja e fletvotimeve. Që përveç shtypjes, gjithashtu do të më konsideru edhe marrja kohë e transport derisa të vinë në Kosovë, një ditë merr kohë sortimi këtyre fletvotimeve në dërgesat individuale të votuesve jashtë Kosovës, po që para datës 29 nuk mujmë me i dërgu këto, me i nisën pakot me fletvotime. Antari vetëvendosjes në KQZ Alban Krasniqi tha se kjo përbën mohem të së drejtës së bashkëdhetarëve për të votuar. Betet veç një numër i vogël i tyre në rastin më të mirë, një numër shumë i vogël i tyre, që ta arrijnë me kohë ta dërgojnë zarfin e tyre me fletvotime. Si zgjidhje të vetme, kryesuesi i KQZ-s Kreshnik Radoniqi rekomandoi që shorti subjekteve politike për rangim në fletvotim të bëhet më herët se që është planifikuar. Nuk ka, sipas meje, s'ka zgjidhje tjetër. Duhet me intervenu në planin operacional. Përndryshe, shtyhet çdo afat shtyhet. Përderisa janë shprehur brenga për afatet, Buzhala njoftoi se prej 6 ditësh qeveria nuk ka dhënë përgjigje për buxhetin e planifikuar për zgjedhjet. Pa buxhet, tha se nuk mund të zhvillohen as aktivitetet për dërgimin e fletvotimeve me postë. Çështja e buxhetit nxiti polemika në mbledhje. Ne kemi bën një buxhet, cilën ja kemi dërgu qeverisë së Republikës Kosovës, e që sipas meje është përgjegjëse kryesore në prolongimin e realizimit të operacioneve zgjatëore. Tash, a me qëllim, a me prapavi për me pengu realizimin e procesit zgjatëor e veçmas disa operacione apo jo? Dunja 30 milionë nëse desh, ta që dhe po, që tash juve KQZ-s ja dhot 30 milionë. Mu më dëgju qeveria, nuk më dëgjën, më dëgju mu pjesën që po diskutojmë, që është dështim, dhe më planifikim drejt dështimit, unë ato si kisha diskutu me ta dërgu. Sipas kërkesës së KQZ-s, qeveria duhet t'i ndajë 11.5 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Më shumë se 3.5 milion euro janë parapar vetëm për realizimin e procesit të zgjedhor me postë.